Një tjetër mirëmëngjes tashmë nga Këndy në gatimit e nga Kati. Mirëmëngjes Katerina. Mirëmëngjes e dashur, mirëmëngjes dhe ju të dashur miq, ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe joftoj këtu te Këndioni gatimit bashkë me Anilën për treguar recetat që do përsillim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë? Është e premte, dita e fundit e javës, por çfarë do të sillim? Do të bëjmë një pilaf ose me midhje, ose mund ta themi edhe si një lloj risotto, ose diçka e tillë do të bëhet. Dhe përveç se kësaj do të bëjmë dhe një gatim tradicional, i cili bëhet me patlıcan. Do të kemi patlıcan të mbushur me qep dhe domate. Nuk në mënyrën tradicionale, Anila. Do ta sjell ashtu si e bënim neve dikur, që tham vetëm qep, hudhra, domate, ndoshta edhe pak salcë, kopër, më falni, majdanoz edhe në energjik. Pra këto janë erëzat që i shkojnë tani në këtë kohë të pranverës dhe gjatë verës. Në dimër mund të shtoni dhe ndonjë gjethe dafine faktikisht, nëse do i preferoni për t'i përgatitur, shtoni dhe ndonjë gjethe dafine. Patlıcan dhe vaj. Pra këto janë përbërësit për të përgatitur patlıcanët e mbushur. Iman Bajldi. Po, si quhet ndryshe. Po, hëngri nga këto patlıcanët dhe Bajldis. Dhe ndaj mbeti emri kësaj recete kështu. Mbeti emri. Zakonisht të gjitha recetat kanë një, si thua, një histori, nuk kanë dalë kështu kot, ato që kanë emërtime. Neve do të fillojmë fillimisht me këto për të përgatitur këtë me risotton, sepse unë kam bërë një para përgatitje për punën e patlıcanëve që ta tregojmë në fund fare se si do të jetë rezultati. Kështu që fillojmë me pilafin ose risotto, si mund ta them ndryshe. Këtu kam ujë të ngrohtë. Filloj do të hedhim në një tenxhere, pra do të kemi 2 vatra. Po. Hedhim në vatrën e parë që do të kemi, vendosim vajin dhe do të vendosim edhe fillojmë me perimet, pastaj do të shtojmë edhe midhjet, të cilat duam që të na bëjnë, domethënë atë si thua skuqjen sipërfaqësore, jo zirën dhe pjekjen, sepse midhjet duan shumë pak për të bërë gati, gatuhen shumë shpejt dhe prandaj filloj kështu dhe nuk filloj domethënë në te pjesa e midhjeve direkt tek tava. Okej. Këtu do të hedhim qep, pra këto përbërësi do t'i ndajmë në 2 pjesë. Dhe çfarë tham për pjesën e përbërësve, që nuk tham asgjë akoma, që do të kemi qep, të cilën këtë e kemi të grirë holl, do të shtoj këtu tek pjesa e tenxheres që do ka vërdisë. Do të bëjmë një lëng për risotto, do të hedhim edhe, si thonë, spec të kuq, do të përdor këtu, si që shikon, kam lënë edhe këto kungujt e njom, për të parë do me thënë që janë kungujt e njom. Do të hedhe një pjesë, pra këto perimet do t'i ndajmë në 2 pjesë. Në njërën që do të përgatisim lëngun dhe në tjetërën që do të përgatisim orizin. Përse këtu nuk do të hedhim domaten dhe hudhra, do t'i lë që t'i hedh në momentin që do të bëhet ajo pjesa. Gjithashtu do të shtoj dhe pak karot. Cilin nga 2 orizët do të përdorësh, Kati, që kemi këtu mbi 3? Me të dyja bëhet faktikisht, me të dyja. Anvisat çfarë mund të ndodhet në shtëpi, edhe kjo është për të gjitha llojet e përdorimit edhe kjo. Pra duam një oriz të jetë një kokër të rumbullakët dhe mënyra që do t'i bëjmë një kavërdisje është ajo që nuk e lëmë që të se kjo ka si veti që të bëhet kremoze, të hapet orizi gjatë zjerjes. Ndërsa kështu i bëjmë një kavërdisje për të mbajtur ashtu të shkripët orizi dhe jo të lëshohet, domethënë gjatë përpunimit të nxehtë. Dhe ndërkohë që neve thamë gjithë këto, u kavërdisën, duke shtuar këtu tani edhe krip, do të hedhim edhe piper, në ti pas kam bën afër. 2 shokët e ngusht. 2 shokët e ngusht që duhen të qëndrojnë bashkë. Gjithmonë, kripa edhe piper. Si 2 shokë neve jemi. Ashtu po si. Shiko, në këtë momentin qepës, zakonisht në momenti që unë lexoj recetat. Dhe mirë do bësh, Anila, është momenti më i mirë për të lexuar. Është një moment pak sekonda pauzë sa të marrë atë skuqjen e nevojshme qepa me perimet, kështu që në ekran së bashku të shohim pak çfarë na duhet për të përgatitur. Receta e patlıcan të mbushur me qepë hudhra është kjo që kemi në ekran në këto momente së bashku, ose siç njihet në tradicionalisht, pra Imam Bajldi, na duhet 1 kilogram me patlıcan, na duhen 7 qep, 1 boçë hudhra, 1 fixhan vaj, 5 domate, gjysmë lugë salcë, 1 gjethe dafine, krip, piper dhe majdanoz. Kjo është recetë që do sillim pas pak të gatuar nga Katerina.
Altina, ndërkohë shohim përbërësit që do të na duhen në përgatitjen e recetës pilaf me midhje. Na duhen 500 gram midhje, 2 filxhan oriz, 1 spec të kuq, 1 karot, 1 kungull të vogël të njom, 1 qep të thatë, 1 qep të njom, 1 thelpi hudhër, 1 domate, 1 gotë verë, cip limoni, krip, piper, kopër dhe majdanoz. Kjo është receta të cilën ne jemi duke e përgatitur në këtë momente, me qënë se bazë e kësaj recete, pra kur themi pilaf, kemi orizin dhe ndër të tjera në të gjitha kavardisit që ne bëjmë, përdorim gjithashtu vajin e diellit, do doja që t'ju thoja se çfarë mund të zgjidhni. Sigurisht që si vaj, ashtu edhe orizi gold janë të preferuarat për ne këtu në kuzhinë. Nëse doni të bëni ato rizoton më kremoze, mund të zgjidhni dhe variante të tjera që vinë të orizit nga kompania Teuta, siç është orizi arborio për shembull, që është ideal në përgatitjen e risotove, por edhe variante të tjera të cilat i gjeni në çdo market. Edhe basmati do të shkonte? Po, do të shkonte edhe bëhet shumë shpejt sepse basmati me midhje, nuk duan shumë kohë. Nëse do të përdorim basmati, mund të fillojmë menjëherë me përgatitjen e salsës direkt në tavë, do me thënë në tenxhere, dhe shtojmë ujin e ngrohtë. Nuk bëhet kjo procedurë. Tani që do përdorim këtë orizin që do më shumë kohë, rreth 20 minuta për të bërë gati, bëhet kjo procedura e parë që thamë që fillua me qepën, me spec të kuq, me karotë, me kungull, krip, piper dhe kavërdisën, dhe jemi në momentin tani që të shtojmë midhjet, të cilat midhjet sigurisht e dim që duhet të lahen mirë, që mos të kenë, do me thënë, ato mbjetët të tyre zakonisht që përmbajnë në mishkë dhe zhavor. Kështu që duhet të kemi kujdes për larjen e mirë të midhjeve. Tani hidhen edhe midhjet, i bëjmë një kavërdisje midhjeve. Thjesht, do me thënë që të lidhen me pjesën e perimeve që neve kemi kavërdisur. Dhe këtu tani do të shtojmë lëng. Do të shtojmë një sasi të lëngut, ashtu si shtojmë gjithmonë, do të mbajmë një sasi lëngu më një, por do të shtojmë edhe këtu një sasi lëngu që të na bëhet një lëng që do të përdoret për të hedhur tek rizotoja ose pilafi, si mund ta themi ndryshe, sepse nuk dua ta lë thjesht pilaf ashtu që bëhet shumë i fortë, por të më jetë pak si rizotot. Prandaj dhe do të shikoni që dhe ujin do ta hedh në mënyrë graduale. Okej, pra mënyra e përgatitjes do të jetë ndryshe. Jo ai pilafi standard që ne pasi e kavardisëm i hedhim ujë dhe e mbulojmë me kapak duke ulur temperaturën, por në këtë rast do të kemi një shtim gradual të ujit, pra kemi një risotto. I hedhim ujin e ngrohtë dhe do ta lëm tani që të na zejë, të ngrim pak temperaturën sa të na marri në rregull. Tani, ndërkohë që e lëm që të marri këtë, do të lëm për 3-4 minuta, jo më tepër, sepse aq duan që të na bëhen të jenë gati, dhe më mbrapa pastaj do të kemi këtu që të shtojmë tek në fund fare, në momentin e fundit që do të duhen dhe 3-4 minuta të tjera për të përfunduar risottoja, atëherë do të hedhim këtë pjesën brenda. Kështu që prandaj bëhet kjo para përgatitje. Tani fillojmë këtu për të përgatitur orizin, që dhe orizi, kjo është ideja që bëhet një kavërdisje mirë e orizit. Dhe kështu prap në të njëjtën mënyrë fillojmë këtu, por duke shtuar edhe elementet, do me thënë, përbërës të tjerë. Është qepa. Do të shtojmë specin. Do të shtojmë karotën. Hudrat të cilat do t'i grim në moment. Ka gjithë se për i gridhek direkt me këtë pjesën e kësaj. Heshtje. Heshtje të shtojmë hudrat. Edhe kungullin s'kemi shtuar. Se shoh që... Po domatet janë në një moment tjetër? Jo, domatet do shtojnë më mbrapa, se e lëngëzojnë dhe nuk e lë që të kavërdiset. S'ka gjë, rajnë qik më e plot, po s'ka problem. Pas ka e ato të lara e të qëruara ishin, kungujt e prerë në kubik të veqët, pra të gjitha perimet janë prerë në të njëjtën masti, zakonisht kështu veprojmë kur i përzijeme edhe në produktet e tjera të vogla me kokriza, si orizi, bulguri e tjere tjerë. Se risotto pa gjalpë ose pilaf pa gjalpë nuk do të shkonte që shte vërteta, i jep një ekstra shije, është yndyra e mirë që na e bën të veçantë pastaj edhe risotton. Tani është momenti që do të shtojmë orizin.
Okej. Tani kë oriz përdorim anilat, përdorim këtë, edhe ky është një oriz. Të dyja përdorim. Unë po lexoja në fakt që për risotto është i vlefshëm sepse ka 3 receta. E kam hapur, e kam bërë gati unë edhe kështu të pyeta, po edhe e shoh që edhe ti ke qenë dakord që të shtonim këtë oriz. Edhe unë atë mendova në fakt që të përgatisnim, kështu që është kokor madh, i shkrifët. Nuk ka nevojë që ta lajmë kur e kemi për punë risottoje ose edhe pilaf. Juve në shtëpi nëse doni, domethënë jeni merakli edhe doni që ta lani, por ç'është e vërteta nuk ka nevojë kur bëhet risotto dhe pilaf. Në mënyrë të veçantë risotto, që i vlen edhe jemi doni që ka, që e lë pak të lëngshëm, sepse risotto duhet të jetë pak. Dhe tjetra, nëse e quani domethënë që ta lani nga ana, domethënë shëndetësore, nuk ka problem çdo gjë që kalon në valim, është domethënë janë gjëra që nuk edhe pse kemi mikrobe aerobe dhe anaerobe të cilat nuk, ashtu se hym në një temë tjetër tani, filluam me nuk pëson asnjë gjë. Përkundrazi, në këtë mënyrë bëhet më i shkrifët, qoftë risottoja, qoftë edhe pilafi, kur e kemi të palaf. Tani këtu do ta fik sobën, sepse nuk dua më që të më zihen, është mjaftueshëm zierja e mirjeve, po mos të ngatroj këtu vatrat se mirë të vatra e poshtme, po. Jam çik kështu për punën e tyre vatrave, nuk e jam shumë e mirë. Ndezjen dhe fikjen e tyre. Po tani është teknologjia që i ne ka bërë kështu me të prekura. Presim sa edhe orizi të marri atë kavardisjen dhe temperaturën e vetë, ndërkohë unë po fitoj... Pasi do të marri temperaturën e vetë, neve do të shtojmë, do të shuem me verë të bardhë, pastaj do të vi momenti që do të shtojmë domatet. Pasi do të shtojmë domatet, do të bëjë edhe një kavardisje lehtë me domatet dhe do të fillojmë që të shtojmë ujin e ngrohtë në mënyrë graduale. Dhe që ta kem më shumë të ngrohtë, unë do shmang këtë sepse kjo është bërë gati dhe nuk duhet më. I duam midje tam, aq 3 minuta, do të na zihen dhe 3 minuta të tjera në momentin tjetër që do të shtohet tek orizi dhe është mjaftueshëm. Nëse i lëm më tepër midjet, ato forcohen dhe bëhen si lastik. Dhe themi ne çfarë kemi bërë gabimi? Ja, ky është gabimi që nuk duhen lënë shumë për të zier. Okej. Tani këtu jemi gati në momentin që do të shtojmë edhe verën, pra do ta shuajmë me verë. Në momentin që shikojmë domethënë që ka marrë temperaturë orizi, është kavardisur, është momenti që të hedhim verën. Për krip nuk e di Anila hodhëm. Po thamë ata dy shokët që rrinë gjithmonë bashkë. Nga ky moment besoj se kemi qenë duke i prekur me duar. Hedhim edhe pak si do qoftë nga pak u hedhun, kështu që në momentin e fundit. Edhe nëse i dhe djerë prap, nuk të kontrolloj. Por që është mirë, do me thënë që të hidhet kripe dhe piper edhe këtu në kavardisit e tyre, sepse sigurisht që jep shije edhe piperi në kohë që shuhet edhe me verë, bën atë reakcionin kimik. E lëm të avulloj alkoolin, neve këtu e ndjejmë avullimin e alkoolit, na jep një aromë të mirë përveç se avullon alkooli, por na ndjejmë edhe atë aromën e mirë që kanë lëshuar perimet edhe kavardisja e orizit. E lëm pak që të qetësohet. Dhe më mbrapa këtu do të shtojmë edhe domate të cilat e kemi një domate do të shtoj brenda, të cilën e kam prerë në kubik të vegjël dhe gjatë momentit që e kam prerë në sobzat të vogla, kanë ikur dhe ato farzat. Nuk është e nevojshme që të shtoni farzat brenda, kështu që avulloj alkooli dhe jemi në momentin tani që do shtojmë edhe domaten. Pasi do shtojmë edhe domaten, një përzjeri, dhe do fillojmë që të shtojmë ujin në mënyrë graduale. Tani mund të përdorni ujë, mund të përdorni një lëng perimesh, mund të përdorni safran, faktikisht i shkon shumë, ose turmerik, është dhe kjo një erë që i shkon një zakonisht mirë, i qëndronë kësaj lloj recete, këto i përzini vetë juve, ose edhe kështu se si neve i kemi përsëri, ato do të kenë një shije shumë të mirë, sepse ju e pas se sa lloj perimesh neve përdorëm, pak, por si thua që kemi ngacmuar nga pak perimet, por janë ato që bëjnë një shije dhe japin shije të veçantë. Tani fillojmë dhe shtojmë ujin. Dhe tash që pse nuk më mori val më janë i shikon, po tha Kati, nuk e kam punën mirë me to dezit e sobave. Do shtoj nga ky lëngu, këtu fillimisht, s'ka problem. Po, atë e kemi të ngrohtë. Me që thamë të shtojmë gradualisht, do t'i japim kohë edhe ujit të ngrohtë. Se do ujit të ngrohtë, nuk do ujit të ftohtë. Do shtojmë lëngjet dhe jo midhjet. Midhjet do t'i shtojmë në momentin e fundit. Duket një pjatë shumë e mirë kjo sot,
që mund të jetë ideale për fundjavën. Po, patjetër që është shumë e mirë për fundjavë. Këto frutat e xhexit, përgjithsisht Ne shkojnë në zakonisht fundjavë. bëjmë gjëra kështu, por tek këtu bëjmë dhe ndonjë me frutat deti, me ndonjë peshk, me kështu gjëra. Po ne shqiptarët jemi shumë të dhënë mbas brumrave, mbas mishit, po. mish pul. Po. Këto janë, por mirë është që her pas here të bëni dhe ndonjë gatim të tillë, prandaj dhe unë u asjell ndoshta si tek, do me thënë jo shumë rrallë, do të them, po rrallë e për mall. Më falni. Ç'do bëjmë tani? Jo, asnjë gjë, ja, do më ngrohet uji dhe do filloj që ta shtoj në mënyrë graduale. Okej, shiko. Dhe sa jo që të më bëhet gati, nuk e di si jemi me kohën, unë duhet të shtoj të hedhë qepët që të më bëhen gati, sepse qepët duhen të kavërdisen. Dhe pastaj mendoj që diku te 2 minuta, po do ta konfirmojmë për pak. Do kaloj unë andej, do ta lëm këtu që të përfit ato lëndë dhe të shtojmë këtë ujë në mënyrë graduale dhe do ta shikojmë pastaj se si do të bëhet. Okej, tani ashtu 2 minuta. Rikthehemi këtu tek tava me patlıxhan. Do të hedhim qepët dhe do ju them se çfarë kam bërë për pjesën e patlıxhanëve. Që do të thotë në një tigan do të hedhim vaj. Edhe mbasi që do të hedhim vajin, do të shtojmë qepët, të cilat qepët i kam të prera në gjysmë rrethi. Është më mirë kur bëjmë, si thuash, patlıxhan të mbushur, është mirë që qepët i presim në këtë mënyrë. Okej. Tani hedhim një çik vaj, do një çik vaj këtu. Dhe po keni të vaj ulliri në momentin e fundit që fusni në furrë ose kur i nxirri nga furra, është mirë që t'i shtoni pak vaj ulliri për t'i dhënë atë shijen përfundimtare. Nëse ju duhet dhe nëse ju ndodhet. Por dhe këtu kemi një vaj shumë të mirë, shumë cilësor, i cili na i bën shumë të mira dhe të shijshme. Që është domosdoshëm për skuqje, sepse siç kemi thënë, vaji i ullirit nuk duhet të kalojë temperaturën që duhet në skuqje, sepse ndryshe do të shpërbëhet, do të prishin ngjyrën, shijen dhe të gjitha vlerat e tij ushqyesa. Dhe shtojmë, shikoni qepën, duam qepë të bollshme. Nuk bëhen këto patlıxhanët nëse nuk kemi qepë të bollshme. Dhe që të ndihmojnë që të zbuten qepët, aty që kemi thënë gjithmonë, na duhet krip. Krip dhe sigurisht le të hedhim edhe piper. Duhet ta ulim temperaturën këtu? Do hedhim ujë. Do hedhim ujë. Edhe do ulet pak temperaturat. Lutem Anil, shkoj te 5. Faleminderit. Çova. Edhe uji është ngrohur. Po, mund ta shtojmë me garushë. Shtoj një garushë prap. Atëherë ndërkohë pa e trazuar, ta lë kështu apo jo, do ta trazojmë pak. Do ta trazojmë pak. Hedhim krip këtu edhe piper. I trazojmë pak këto dhe do t'i lëmë që të zbuten. Duam që qepa të karamelizohet. Dhe ne do bëjmë... Jo plotësisht, marrja të ngjyrën e arit që themi neve. Kati? Po urdo më thuaj. Duhet bëjmë pak pushim. Do bëjmë pushim, do shtojmë ujin në mënyrë graduale derisa orizi të zjedhë. Pra, kjo do të zgjas kohën në rreth 18 me 20 minuta, do me thënë në mënyrë graduale. Ngadal. Okej. Ne do na gjeni, do me thënë, duke shtuar ujë, meqense nuk do të shkëputemi për 18 minuta, por do shkëputemi pak dhe do të kthehemi në pjesën e dytë për të vijuar të dyja recetat. Qëndroni me ne. Me risotto me mithje dhe me Imam Bajaldi jemi rikthyer në studio. Janë këto 2 receta që mbyllin javën në këndin e gatimit, janë këto 2 ide që Katarina ka menduar që ju sjell sot për ju zonja e zotërin që jeni duke na ndjekur dhe keni dëshirë të gatuani, por kur i flasim për zonjat në mënyrë të veçantë, nuk është se gjithmonë është çështje vetëm dëshire, sepse e dim që duhet të gatuajmë, pra duhet të ketë një vakt dreke në shtëpi, e kemi apo jo pasion, duam apo jo, ajo pyetja që nis ditën tonë, kryesisht është çfarë do të bëj sot për drek. Ndaj ne jemi këtu që t'ju japim ide të përditshme, jo vetëm për vaktin e drekës, por për të gjitha vaktet tuaja, dhe jo vetëm kaq, por t'ju tregojmë edhe se çfarë produktesh të zgjidhni nëse doni të gatuani njësoj si ne. Dhe në fakt në rastin e risottos
përmenda vetëm 2 prej produkteve të kompanisë Teuta, të cilat ne kemi përdorur sot në gatimet tona, por jo vetëm se ka edhe shumë të tjera. Ju i dini, njihni, mjafton të shihni logon e familjes së madhe Teuta. E me qenë se jemi tek bashkëpunëtorët tanë, doja gjithashtu të përmendja dhe të falenderoja mbështetës të tjerë që na japin ide gatimi dhe na bëjnë që të kemi sukses në rezultatin e recetave tona. Dhe është kompania Atlas me mielin Ola, me një gamë të gjerë të miellit në treg, që nga mielli për çdo përdorim, mielli i thekrës, mielli për ballokume, mielli për pica, mielli i mistrit i bardhë apo i verdhë, mielli farinap që ka edhe pluhurin fryrës brenda, por edhe paketimet më të vogla të farinap që vijnë jo vetëm me miell, pluhur fryrës, por edhe me aroma të ndryshme, siç është ajo e vaniljes apo e çokoladës, që ju bën që në fundjavë shpejt të përgatisni edhe një kek për familjarët tuaj. Me qëse përmenda kekun, ju e dini që keku do edhe vezën, pa tjetër që të fryet e të marrë atë shijen e mrekullueshme, dhe është veza Ovital, cilësi në 4 stin, që ne gatuajmë në këtë studio, i cili është gjithashtu edhe i preferuari juaj si produkt, dhe për këto jam e sigurt, vjen në paketime që nga 8 deri në 15 kokra, në varësi të sa ju përdorni, ose kemi familje të mëdha, kemi familje më të vogla, ose varet çfarë do të gatuani. Dhe unë e lë gjithmonë për në fund, sepse ndër të tjera e kam të preferuar kur bëhet fjalë për produktet e thjeshta të shpejta që na mbushin vaktet, që nuk dim t'i vëm një emër, si thot Kati shumë shpesh, është mëngjesi, është darka, dhe janë salçiçet vudi, plot shije, që duhet të jenë me se s'bën në frigoriferin tuaj, dhe kryeni shpejt një vakt të shëndetshëm, të sigurt për vete dhe për fëmijët që i duan kaq shumë salçiçet budi. Shumë mire, Anila. Tani mua apo reksi mua? Qa kemi për të ngrënë? Edhe sa dori zotë të bëhet? Nuk do shumë, sepse jemi pothuajse në momentin e fundit që të shtojmë ujin e fundit, se shikojmë që kokra ka filluar që të zihet, pra akoma do një 5 minutë, që do të thotë, do të shtojmë ujin e fundit që kemi këtu, që kemi llogaritur, dhe do të shtojmë edhe midjet pasaj, dhe do të fikim temperaturën e sopës, do të lëmë ashtu që të na bëhet gati. Pra do të shtojmë edhe pak ujë. Anila, të lutem një përzierje atyre qepëve. Tjetër. Faleminderit, Anil. Qepët. Çdo bëhesha unë, mos kisha dhe nga ana tjetër, sepse ç'është e vërteta, kjo do përkushtim, që do të thotë tani ne e fikim, dale se mos fik vatrën e në rregull. Tani është momenti i fundit që do të hedhim cipën e limonit dhe pak lëng limoni, jo shumë. Ti heq këto se nuk do të më duhen. Ti heq, Anila, mos i kem këtu. Iqi. Përziva unë qepën. Faleminderit. Kur bën Imam Bajaldi në shtëpi ose patullxanën të mbushur, e merr vesh gjithë lagja. Po. Aroma e qepën. Kjo 1, fasule 2, kush dëgjohet, kur s'kuj speca, janë një mendje. Edhe kur zje qumësh, kur dertet ai qumëshin në një herë, e kupton? E kemi nisur mirë mëngjesin me. Edhe kur bëjmë keka, ndihet prapë edhe aroma e kekut. Edhe reçeli. Tani fillojnë këto frutat e pranverës që mund të bëhen dhe reçel. Do bëjmë ndonjë tjetër reçel? Do të bëjmë patjetër, pse jo. Tani, është momenti i fundit që do shtojmë midhjet, që unë do t'i kthej kështu paj e ja, kështu. Po, ashtu, me gjithë lëngun e vet. Po ky lëngu është... Ky lëngu është që do bëj atë të veçantën. Do ta bëj. Neve bëm pak shumë këtu në studio, bëm më tepër se sa duhet, se vërtet jemi edhe shumë. Tani bashkë me midhjet, sa duhet a lëmë ne? Tani asnjë gjë, Anila, në momentin që kemi hedhur midhjet, i shtoj dhe pak, përveç se cipës së limonit, pak lëng limoni, dhe do ta fikim temperaturën e sobës. Në fund ta fikun e jap temperaturë të lartë. Po. Ashtu i kemi fikur të dyja dhe do t'i lëmë të qetësohet, duke shtuar edhe pak majdanoz tani, edhe pak majdanoz në momentin e fundit. Shiko sa e mirë, Majanina. Shumë e mirë, Doli. Shumë e mirë. Dhe është një pjatë, duhet thënë që duhet të konsumohet e ngrohtë. Ashtu, tani do rritë të qetësohet, si thuash, të ullë temperaturën dhe të lidhet të thithë ato lëngjet e fundit që neve odhëm, dhe është shia përfundimtare që mori nga shia e midhjeve. Pra është ajo që ne bëmë përpara salca e midhjeve.
Tani, jedhim dhe një herë një sy në ekran recetave. Çfarë po sjellim ne sot? Tani do të nisim punën për ka nisur skuqja e qepëve, do ta vazhdojmë për patlıxhane të mbushur me qepë hudhra, 1 kilogram patlıxhan, 7 qepë, 1 boçë hudhra, 1 filxhan vaj, 5 domate, gjys lugë salcë, 1 gjethe dafin, krip piper dhe majdanoz. Ndërsa risotto ose pilaf me midhje, siç quhet receta që kemi në ekran së bashku, u përgatit me 500 gram midhje, 2 filxhan oriz, 1 spec të kuq, 1 karot, 1 kungull të vogël të njom, 1 qep të thatë, 1 qep të njom, 1 thelpi hudhër, 1 domate, 1 gotë verë, cip limoni, krip piper, kopër majdanoz. Edhe shumë dashuri, siç thot Katerina, pas pak do ta shërbejmë në pjatë dhe do t'ju themi ju bëf të mirë. Kalojmë tani te patlıxhanët. Ndërkohë, t'ju kujtoj pak shkurtimisht që Kati e tha pak në fillim që për ta nxjerrë të përfunduar këtë pjatën gatimin e patlıxhanëve, që ne nuk do ta nxjerrim dot këto që po bëjmë tani, ka bërë një tavë të vogël në të njëjtën mënyrë, në të njëjtën përbërës për të treguar si del e përfunduar. Po. Shumë mirë. Skuqëm që nuk ka nevojë, e ke ul temperaturën, nuk ta digjet gjandej. Po, e ula që të... Atëherë, këtu tani vëmendjen, skuqim qepët. Tani, pasi kemi skuqur dhe e shikon që ka ullur vëllimin, ishte tiganin plotë dhe ka filluar që të ullur vëllimin. Pra duhet të ishin shtuar edhe hudhrat, që po i hedh tani. Këtu kam hudhrat të njoma, këto që janë kështu. Edhe kam dhe hudhra të... Po nuk do t'i hetë të gjitha faktikisht, për masin që kam unë, nuk do t'i hetë të gjitha. Edhe pse patlıxhani e do, qepën edhe hudhrën e do, kjo receta. Janë 2 gjëra, më fal. Janë 2 gjëra që ashtu, mos kujtoni, do me thënë që ta kemi hudhrën dhe shumë të coptuar. Le të ndihet të jetë në copza. Jo, duam që të jetë në pak në copza të mdhaja, jo të jetë si të tua shkur përdorim atje si te puna e rizotos. Priti hedhe dhe këto, se... Ti hedhim hudrën, pas i hedhim hudrën, do shtojmë edhe salcën. Domate të freskëta, të grira në rende, ose edhe në makinë grirëse. Që Kati na i ka vendosur këtu kaq bukur, sa bukur i vendos Kati këtë gjëra, që dhe mos kesh dëshirë të gatuash, të vjen natyrshëm një qef të t'i kushtosh, po, patjetër. Këtu kam edhe një gjethe dafine. Nëse doni të shtoni gjethen e dafinën, sigurisht i jep shije, një aromë të mirë, por do t'a hidhni vetëm në momentin që të bëhet salsa. Kur do t'a vendosim në furrë, do t'a hiqni me njerë atë gjethen e dafinës, dhe do të mbani pastaj këtë shijen e majdanozit edhe të nenexhikut. Pra ka dalë nenexhiku freskët tani dhe kështu që... E keni vënë re, besoj që ne gjithë javën kemi gatuar me nenexhik. Domates, këtu kam dhe gjysmë luge, salcë, që dhe ajo i jep për shumë shije. Pra, i hapim dhe një këtu dhe i hedhim. Domatja është pak si në rozes, salca është të kjo ngjyra këtu, do me thënë ma e plot, edhe nenexhiku është ajo që ka ngjyrën jeshile. E në u bë si bache me lule. E lëm tani që të na bëhet pak salsa dhe sa të na bëhet salsa, unë do i tregoj tani mënyrën se si, se sigurisht që do të bëjmë edhe këto domate, do të tregojmë se si bëjmë. Këtu në ujë me krip, patlıxhanët të cilat i vendosim, i bëjmë një prerje kështu në mes. Në mes vetëm, nuk i heqim. Dikur në natona e hiqni me luk të pjesën e brendshme, që të na dhe atë tulin e përdorim këtu te salsa. Po nuk ka nevojë që të bëhet në atë mënyrë. Unë tregoj këtë mënyrën tjetër, që do të thënë, marrim patlıxhanët dhe i presim kështu. Një vijanash, edhe nga ana tjetër. Bëjmë edhe një këtu në fund që të jetë baza për të qëndruar. Pastrojmë pak të pjesën e bishtit, nëse i duam që t'i lëmë bisht, që të na duken si më dekorative. Në rast të kundërt, e shkëpusim fare. Si pas dëshirës, po. Në këtë mënyrë. Tani, në pjesën e sipërme, të marrë të thikën, bëjmë një prerje, deri në situash në pjesën e fundit. Afër fundit. Në këtë mënyrë. I vendosim në ujë me krip, dhe i lëm të pak në për gjysore. Në gjysmore, ato do të fillojnë që të hapen, me thënë të doni një enë, jo kështu trumbllakët si e kemi ne. Dhe nuk prishin formën. Bëjmë si varka. Ja kështu. I mbajmë neve këtu tani. Por, nuk do t'i mbajmë ashtu, sepse përveç se salcës, patlıxhanët, ose do t'i vendosni në tavë që të piqen, do me thënë duke spërkatur me pak krip edhe me vaj, për t'i vendosur në furrë, ose mund t'i bëni një skuqje të lehtë tek pjesa e vatrës,
në një tigan, me pak vaj përsëri, duke spërkatur edhe me krip. Ti si bën zakonisht? Edhe njërën edhe tjetrën. Okej, në tigan bëhen më shpejt. Në tigan bëhen më duan shpejt. pak më shumë kohë. Atëherë ne do t'i bëjmë këtu në tigan, Okej. që do t'i japim pak temperaturë. Ja. Tani për punën e domates, aq sa ajo fillon, do me thënë që të marri 2-3, si tuash, 1-2 minuta, nuk ka nevoj për më tepër, sepse kjo gjithë do kaloj në furrë. E rëndësishme është fillimisht që të kalojmë qepët të na bëhen ashtu që të kenë atë trajtën e zbutjes edhe të marrin atë në ngjyrari, jo të skuqen shumë. E kemi gati këtë salca. Do ta lëmë këtu, megjithatë unë kam ndezur edhe vatrën e sobës. Të lutem Anil, kemi një letër kuzhine atje që të hedh vaj këtu edhe të vendosi Do vetëm një apo më shumë? pak vaj. 2? E më jep edhe një. A, do për patlıgjana? Për patlıgjana, po. Okej. Që mos të na kërcasin. E faktikisht ky është çik i vogël si tigan, po s'ka gjë, do t'i hedhim në 2 minuta. Do përdorim pak krip. Do t'a vë dhe tjetrin në anë, s'ka problem. Si më i vogël është ai? Po. Besoj me pak. E ju në shtëpi do keni një tigan pak më të madh. Mes na i nxënë dhe vatra e sobës këtu për të treguar mënyrën se si bëhet. Pak krip, se kripa edhe ndihmon edhe të zbuten, por sigurisht që thon tani që kur hedhim që krip nuk kërcet vaj, por nuk e shoh dhe shumë. Shumë të vlefshme. Servirim i zoton Anila? E servirim, po. Ndërkohë Regjiana thot pak sa ko kemi. Kemi mjaftueshëm 8 minuta kohë për të hedhur risotton edhe për ta parë sa e bukur duket edhe kështu në tigan gjatë bukur. Po kemi lëre pastaj që të përfundojmë këtë dhe pastaj. Si mos mendova se nuk do kishim kohë edhe prandaj thash që Jo, unë thashë se po prisje të bëheshin patlıgjanat. Mirë, atëherë. Ka të kamerakun që të nxjerrë në pjatë, në fakt me të drejtë, sepse duhet ta shohim deri në fund se çfarë gatuaj. Aty është, domethënë që të edhe këtë mos mendoni që ta prisni shumë, domethënë mbajmë pak këtu. Për dekor në fund, edhe pak në energjik. Atë kisha në ujë ishte më mirë, po edhe këto. Okej. Ja hedhim këtu. Në rregull, kjo s'na duhet. Më i heqim këto që s'na duhen. Okej. Që të kemi mundësi të shikojmë dhe patlıgjanin tani. Shikojmë atë që kemi në furrë se mos ndoshta ajo është bërë gati dhe nuk ka nevojë të Po, do ta nxjerrim tani nga furrar një tavë të vogël që Kati e ka përgatitur që herët në mëngjes dhe e ka lënë në furrë për ta treguar pikërisht në këto momente, sepse ne do ta përfundojmë pa diskutim si gatim, do ta çojmë deri tek furra dhe nuk do kemi mundësi ta presim të piqet, por rezultati do të jetë kështu, si ky që po del tani nga furra jon. Do ta servirim në një pjatë faktikisht Anila që mos të kemi këtë. Do ta servirim në një pjatë sepse për shkak se tava është e bardhë, duken këto ciklat e vogla që nuk janë edhe shumë estetike dhe Kati ka me merak, por e pa mundur të shmangen sepse në furrë ndodhin. Edhe shikon sa ndihmojnë këto Anila. E shikon ajo baza që kishim poshtë? Po. Edhe është mbushur shumë mirë, pra nuk është e nevojshme fare të bëhet ajo prerja duke i hequr tulin patlıgjaneve. Mos u trëm. E mendova se vaj. Si një varg doli vërtet. Ashtu. Këtë lëngun e hedhim, nuk e hedhim poshtë. Po. Marrim një lugë dhe t'ja hedhim. Ai është vaj ulliri, besoj që t'ja ke shtuar në fund. Po, jo, dha pak vaj ulliri. Të jemi sinqert, unë i kam hedhë pak vaj ulliri, kështu që prita mbajmë kështu. Edhe nuk kam hedhur ujë, do t'regoj tani mënyrën se si. Dua të ngelet me lëngjet e veta dhe kjo është sekreti i patlıgjanëve. Patlıgjanë përgatiten sot dhe konsumojnë më mirë të nesërme. Ashtu, ë? Po. Pra ne mund t'i mbajmë në frigorifer, të bëjmë disa dhe t'i konsumojmë një ditë më pas. Se nuk është se duan, Kati mos ta digjen ato. Nuk është se duan shumë punë. Jo, si me duar, vetëm Kati mund të kthej gjërat me duar. Nuk digjesh ti aty? Jo, nuk digjem. Na jep pak nga i më mirë se po, faleminderit.
Pjata e parë përfundoj, edhe pse ne nuk e kemi përfunduar akoma. Heqim këtë tani. Pra ajo që po gatuajmë do të dalë kështu, siç po e shihni tani. Shikoni se e kam shmanga të gjitha anët, si një park. Plot shije, recet tradicionale, që gatuhet pothuajse në të gjitha zonat dhe preferohet po aq shumë nga të gjithë. Ja, u rikthyem në vëmendje një pjatë për fundjavën se jo mund ta përgatisi, nëse jo edhe një risotto me mish me spec të kuq, me kunguj të njom, do t'ishte po aq i shishëm. Ja ku e keni, plot ngjyra dhe tipike një pjatë pranvere duket. Tani ambisat në shtëpi, do t'i lëm t'i pjekin pak më tepër, që është e vërteta. Vëmë dhe këtë voglën në mes. Faktikisht doja të harova të, me që se kam salcë më tepër, të hidhja pjesën e salcës më poshtë. A të bëje një bazë me salcë? Po, me bazë me salcë. E gjithatë s'ka problem se do të hedhësh në anësore, ndoshta. Ose bushi pak më shumë. Shikoje vetë, ti e di. Dhe thamë që për pjesën e dafinës, se heqin në këtë moment, nuk e hedhim brënda. Janë këto gjithëzat e dafinës. E bëjmë thjesht që të përgatisim salcën. Kjo salca bëhet jashtëzakonisht e mirë, por faktikisht neve kishim llogaritur për pjesën e të gjithave. Ndajon të këshose? Po, faleminderit. Megjithëse ato gjatë të momentit, do me thënë që piqen, hapen. Po, jo, thjesht sa për të mbushur, se pastaj. Hidhni sa më shumë qepe dhe hudhra, se ato i japin shumë shije. Ja. Dhe pastaj domatet që ju pantë që kemi në tavolinë do të shërbejnë edhe për t'i vendosur nga një tufës. Edhe nëse sa shumë, e hedhim. Po, ashtu ansora, po. Tani neve e kishim pak si më tepër, e kishim llogaritur edhe për patlıxhanin që kishim vendosur më përpara. Po, ishte për edhe pesë do patlıxhan. vendoseshin në tavën më të madhe. Megjithatë neve i hodhëm kështu. Dhe shumë mirë është në fakt. S'prish puna, ajo mbushja e shijon edhe po doli pak më Mos të shkojnë në tepër. dëm, lutem, kështu se gjithmonë kur futen në furrë këto duan pastruar, sidomos të llojit e tavave. Duhen me patjetër. Ajo që duhet tani. Okej, në furrë do duhet të qëndroj, besoj, 40 minutash apo pak më shumë? Më shumë. Më shumë. Më shumë. Edhe pse janë, si thuash, gjysmë gatuara, duhet koha. Këto i mbajnë qepët që mos të digjen. Sigurisht që kanë... Pra shërbejnë dhe si mburoj, përveç se shije. Po, patjetër. Pra ne do të vendosim dhe domatet në mbi patlıxhanat dhe të pjekura siç tham do të jetë ky rezultati këtu. Dhe me qënë se tani nuk kemi më kohë. S'kemi më kohë? Jo, se bëj shaka, nuk kemi aq kohë sa kishim, por kemi kohë të shërbejmë edhe risotton. Patjetër që po, patjetër. Atëre, shiko tani, që mos ta vendosim brenda, le ta kemi pjesë të pjesës. Po, e lëm këtu se ne kemi treguar të pjekur. Këto, do të thotë, para se të i vendosim në furrë, pak kripë edhe piper, edhe pak vaj, se duan dhe pak vaj ato tani, për domaten. Edhe asnjë gjë tjetër. Po mund ta edhe shanirën, faleminderit. Edhe që mund të shmangim ande dhe të kalojmë këtu te pjesa e risottos. Iku. Iku? U bë dhe kjo. Kjo është e papjekur, kjo është e pjekur. Kjo të dali kështu. Do shojmë dhe risotto tani. Edhe mbaruam... Ti fikim këto, se s'na duan më. Shumë rëmuj pas kemi bërë sot në katë. Kemi bërë, po këto, si e thonë, kur bëjmë neve gjellë të tilla në shtëpi, bëhet pak. S'kan që ja, lëm vetëm këtë pjesën që duket. E mirë, a? Shumë e mirë.
Dhe është ajo që thash Anila, shikon Orizi, dhe me thënë që si e ka atë, edhe i shkrifë. Pra nuk kemi atë. Nuk është i thatë. Nuk është i thatë, po. Edhe kjo ishte ideja, dhe me thënë që të kemi, ja të shërëm edhe këtu të kjo tava. I shkrifët, sepse u bajo ka vërdisja, por jo i thatë. Jo ashtu tamam si pilafi, dhe me thënë që ti e shumë i thatë. Ja, ku e kemi? Ti hedhin pak akoma, apo s'kane? Po. Qi. Kemi fundjavën përpara, nuk mund ta duhet ai majdanozi, deri të hënës do ta kemi kështu të freskët, kështu që le ti mbarojmë çka kemi në kuzhinë sot, se të hënën do bëjmë furnizime të reja. Po. Kati, të lumshëm duart. Faleminderit e dashur, kënaqësi si gjithmonë. Kënaqësia ime. Falenderojmë dhe anvisat që qëndruan me ne, nga unë Katerina Mirupafshim, kalofshi një fundjavë sa më të bukur dhe mos hezitoni t'i përgatisni në familje toja këto të dyja llojet e recetave, sepse vërtet edhe iman bajëlldi ose patlıgjane të mbushura me qep dhe domate, edhe risottoja që neve përgatitëm me midje, sadopak midje të kemi, mënyra se si unë ua përgatita, bën një shije të veçantë, kështu që bëheni dhe do më kujtoni. Të lumshëm duar, të uroj një fundjavë të mbarë, me anvisat dhe me Katin do të ritakohemi ditën e hënë me një nisje jave të re, bashkë pas reklamave.